Një shprehje që kemi dëgjuar të gjithë së tepërmi thotë që shumë gjëra mund ndryshojnë brenda një viti. Për shembull, mund shikoj galerinë e celularit që përpara një viti isha duke bërë ofrot, kurse sot situata është pak më ndryshe. Kjo ka të bëjë edhe me një ndryshim që ka ndodhur jo vetëm tek unë, por edhe te disa njerëz të tjerë, për sa i përket mobilitetit. Nuk lëvizim më si më parë, por kemi një mjet të ri i cili patjetër, ashtu si edhe makina, të jep një kënaqësi të papërshkrueshme. Kemi ardhur sot në rrugën e Malit të Krujës, rrugë e cila drejton për tek teqeja e Sarisë Saltikut, e cila është nga teqet më të vjetra të cilat janë ndërtuar në Shqipëri ndonjëherë, e cila daton rreth vitit 1350. Për të ardhur tek kjo pikë ka dy rrugë. Rruga e parë është për ata të cilët janë të pasionuar pas sporteve të natyrës, që mund bëjnë hiking, pra nga pjesa poshtë mund ta ngjitësh gjithë malin në këmbë deri tek teqja sipër, kurse rruga tjetër është një rrugë e cila mund të përshkruhet nga kushdo dhe kryesisht ajo është shumë e njohur nga ata të cilët janë të pasionuar pas automobilizmit. Këta të fundit e dinë shumë mirë që për më shumë se 10 vitesh organizohet gara malore e Krujës, një garë ndërkombëtare tashmë, e cila mbledh garues nga Shqipëria, Kosova, rajoni, por edhe nga vendet e tjera të Europës. Ashtu si për besimtarët Bektashi, teqja e Sarisë Saltikut është një vend i shenjtë, ashtu dhe gjithë kjo rruga është e shenjtë për ata të cilët duan pak më tepër të shijojnë nga mjetet e tyre. Nuk duan thjesht një rrugë normale, por duan një rrugë me kthesa shumë të fortë. Dhe në fund fare të kësaj rruge, e cila ndonse nuk është shumë e gjatë, gjejmë një balkon perfekt. Një balkon në cilin mund shikojmë Krujën, Tiranën dhe nëse koha është e mirë mund shikojmë edhe Sazanin. Por dhe më pyetën se çfarë mjeti kemi marrë ne për të përshkruar sot të rrugë. Kur kujtojmë Italinë, kujtojmë Ferrarin, për sa i përket makinave, dhe Ducatin për sa i përket motorëve. Ne kemi ardhur me një Ferrari, por vetëm me 2 rrota. Është pikërisht Ducati Multistrada V4S. Multistrada u prezantua për herë të parë në vitin 2003 dhe ishte një motor për të përshtatur sa më shumë tendencave të reja të kohës. Pra, ashtu si shohët edhe vetë emri, është një motor që mundet që të futet në disa rrugë të cilat nuk janë off-road shumë i fortë, por janë rrugë që nuk mund të kalojë me një motor normal, gjithashtu pa humbur dhe ADN-n e Ducatit. Një motor tepër i fuqishëm, një motor tepër agresiv, ashtu siç i ka hije një motor italian. Multistrada ka një karakteristikë e cila është që ky motor vjen me motor në formë V-je, me 2 pistona dhe me 4 pistona. Versioni që kemi ne është V4S-ja, i cili është versioni thuajse maksimali. Është vetëm RS-ja, i cili është versioni më ekstrem i Multistradës, dhe modeli që kemi ne këtu është me 170 kuaj fuqi dhe pesha me gjithë lëngje brenda, pra me karburant dhe me vaj, shkon deri në 240 kg. Shto edhe personin i cili është duke drejtuar shkon rreth 300 kg. Një motor që është vërteta është pak i rënd për fitestarët dhe nuk është mirë që të përdoret në fillim. Këto për shembull janë karakteristika të mjaftueshme që këtë motor mos e bëjnë shumë të preferuar për sa i përket drejtimit nga fitestarët. Është një motor i cili realisht kërkon një eksperiencë shumë të madhe që të mund ta shfrytëzosh si duhet, sepse për fat keq jo të gjithë jemi Casey Stoner dhe jo të gjithë mundemi që këtë motor ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet. Por edhe nëse nuk e shfrytëzojmë si duhet, dinamikat e këtij motori janë të çmendura. Edhe në modalitetin urban, që është modaliteti më i qetë i këtij motori, përsëri ky është një motor i cili është jashtë çdo lloj motori tjetër që mund të shikoni në rrugë. Janë shumë të paktë realisht motorët e kësaj kategorie, sepse kjo është realisht maksimale që motorët kanë arritur të shkojnë deri më sot, veçanërisht për sa i përket kategorisë Sport Touring. Gjithsesi, le të hipim motorit, sepse ky motor patjetër që është shumë i bukur për të parë, por është akoma edhe më i bukur për të drejtuar ashtu siç duhet brenda të gjitha normave. Dhe do të ngjitemi në malin e Krujës, do të vizitojmë gjithashtu edhe teqen e Sarisë Saltikut, do të shikojmë gjithashtu dhe pamjen e cila është kryevepër. Pamja nga mali i Krujës është një nga pamjet më të bukura që mund të gjeni në këtë zonë. Nëse do filloja të rendisja arsyet, sepse kjo rrugë duhet vizituar të paktën një herë, realisht do të ishin shumë, po vini përmend disa. E para fare, kjo është një zonë realisht për mendimin tim tmerrsisht shumë e bukur. Për momentin është koha e ftohtë, edhe nuk është se ka shumë gjethe, apo nuk ka shumë ngjyra. Por në pranverë, në verë dhe veçanërisht në vjesht, kjo zonë është një pikturë e gjallë.
E para, e dyta, përveç të tjerash, ka dhe zonat e tjera përreth, të cilat mund të vizitohen. Për shembull, e tillë është Qafshtama për shembull, që është vetëm një kthes larg. Tjetra, për ata të cilët nuk duan që thjesht të vinë dhe të rinë, ka dhe disa restorante të cilat gatuan një ushqim tradicional shumë të mirë dhe gjëra të thjeshta pa lukset e qytetit që jemi mësuar. Patjetër, edhe ato kanë bukurinë e vet, po në zonat e tjera patjetër që duhet diçka sa më autentike. Arsyeja tjetër është të gjithë ata të cilët ndoshta kanë nevojë që të bëjnë praktik pak më shumë, të mësojnë maloren me makinë. Mund të jetë një vend shumë i mirë që ta praktikojnë këtë aftësi, që le të themi që aftësinë vetë. Qoftë makinë, qoftë motor, sepse dhe trafiku këtu është i limituar dhe kjo të jep mundësinë që të mos krijohen probleme dhe interferenca në rrugë. Arsyeja tjetër është që në këtë rrugë kemi një përzierje kthesash nga më të ndryshme. Jemi edhe në kthesën e parë të kësaj rruge, e cila është realisht e fortë, është e vërteta. Por pas kësaj vjen një pjesë me kthesa të lehta, tjetër janë një kënaqësi vetë. Po më kujtohet tani një herë i kohë kur kemi qenë më të vegjël që luani MotoGP. Edhe realisht ky motor këtë ndjesi po më jep tani. Po më kujton ato kohë që ishte adrenalina më e madhe që merrnim, që ishte një lojë, sepse aq ishin mundësitë. E tani një copës prej tyre mund ta kemi në duar tashmë. Ky motor në fakt derivon nga motorët sportiv si që është Panigale i Ducatit, vetëm se është si thua që Panigale, po i bërë për të mundur të eci në çdo lloj terreni, në çdo lloj rruga. Pasi Panigale, që është e vërteta, duke qenë se është një motor super sportiv, patjetër që bën mirë disa gjëra për cilat ajo realisht është prodhuar, por nuk mund të bëjë çdo gjë. Kurse ky Multistrada mund të bëj çdo gjë mirë. Mund të lëvizësh në qytet çdo ditë me të, mund të shijosh të rrugë. Mënyra si ky motor përshpejton është realisht surreale. E kam bërë këtë rrugë edhe me mjetet e tjera, me motorë tjerë, cilat janë edhe statistikisht patjetër më të avash se sa ky, por është eksperiencë më vete. Nuk ka lidhje me asgjë tjetër. Nuk e lidhur edhe me atë që tasha më parë, nuk e kam pritur kur në fillim vitit 2024, që në fillim vitit 2025 do flisja me kaq pasion për motorët. Por që nga drogë fort. Jam rritur me to, gjithmonë i kam pas në ambientet ku kam qenë, se patjetër ku janë makinat, janë edhe motorat në shumë raste. Po bëhesh pjesë e tyre, është komplet një gjë tjetër. Është eksaktësisht një nga ato, nëse do ishte gabim, është eksaktësisht një nga ato gabimet që nuk pendojmë kurrë në jetë.
episodit të tretë të Autokultur me Ilirës Motorsport. Kemi parë rrugën e Petrelës, kemi parë rrugën e Frezës, kemi parë edhe së fundmi, siç tham, edhe jemi në episodin e fundit, dhe rrugën e Sarisaltikut. Një rrugë në malin e Krujës që për momentin, siç mund ta shihni, është komplet e bardhë nga ret. Janë gjëra që mund të ndodhin, janë gjëra që nuk parashikohen dot her pas here, por duhet përballemi me vendosmërinë më të madhe. Do të shihemi përsëri në episodet e ardhshëm me Ilirës Motorsport.